Kuri do ta pastroj qeveria jonë, sepse do thuhet në kuadrin e aksioneve, meqense ti ke 40% aksioneve, duhet bësh këtë. Problemi është kush i monitoron këto miliarder. Pra, kush është kapaciteti ynë si shtet, si qeveri të monitorojë dhe t'i vëj gjop miliarderëve. Aq më tepër kur miliarderi Alabar ka në krah miliarderin Kastrati, miliarderi Trump ka në krah miliarderin Mulaj, nuk e di tani se si di emrat e. Am kupton ku kam fjalën. Dhe aq më tepër kur ky që do i vej gjobën, që është ministri i ekonomisë, me shumë mundësi është në taf, sepse qeveria jonë janë gjithë aksioner. Ne kemi gjithë ministra, me deputet aksioner në investimet e strategjike. Pra, kush na garanton që aty s'ka konflikt interesi? Prandaj për mua investimi dhe mbajtja e pronës publike është e vetmja garanci kundër privatizimit dhe korruptimit të saj. Zoti Kasiu, dhe diçka të fundit kam, e gjitha në fund do të vendoset nga kutia e votimit, por a mjafton kjo lëvizje që është në shesh për ta bërë ndryshimin, apo duhet edhe ndonjë kategori tjetër e heshtur që t'i jap goditjen për ndryshim? Unë nuk e di a mjafton kjo lëvizje apo jo. Ajo duhet parë, unë ajo që po shoh dhe që vjen shpresë është që sistemi bipolar, pra struktura politike aktuale po kriset, po delegjitimohet dhe përpasoj herët apo vonë do binë rënje. Pra simbioza PDPS, simbioza Rama Berisha, që janë dy faqe të njëjtës monedë, që mbajnë dhe legjitimojnë njëri tjetrën, gjithnjë më tepër po bjerret, po delegjitimohet. Fakti që qëndrimi i opozitës i berishizmit ishte shumë i vakët, madje edhe delegjitimues ndaj protestës, tregon nxjerr në papra që klasa politike në pushtet është e njëjta. Pra nuk ka një ideja që këtu ka një alternativë PD-PS, është qesharaki. Dhe kjo më krijon mua shpresë që gjithnjë më shumë njerëz do largohen nga ky bipolaritet klientelist dhe mundësisht do krijohet një lëvizje e re politike qytetare që bazohet në çështje konkrete, siç është Zvërneci, siç është Sazani, siç është Durrësi, Marina e Durrësit. Pra çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e hapësirës publike, mbrojtjen e publikes. Pra është pjesa e të fjeturve brenda këtyre partive. Unë mendoj që edhe brenda këtyre partive, sikurse diskutuam pak para intervistës të dy, ka shumë të pakënaqur. Unë jam shumë i sigurt që ka shumë demokratë ose votues demokratë shumë pakënaqur me vetë Partinë Demokratike, sidomos pas farsës që ndodhi në maj me rizgjedhjen e Berishës në krye. Unë mendoj që aty pati një goditje të madhe për popullin opozitar dhe një zgjim se çfarë është sot Partia Demokratike. Nëse Rama privatizon Sazanin, Berisha privatizon PD-n, pra është një njëjti koncept privatizimi publik, sepse Partia Demokratike është aset publik, nuk është privat. Ndërkohë që media jonë normalizon këtë privatizim, pra në media tona normalizohet kjo si diçka normale. Dalin gazetarë njëri thonë normal që Berisha do të vendosi të ardhmen e PD-s, a thua sikur PD-ja është pronë private e Berishës. Unë mendoj që ata janë të pakënaqur. Unë mendoj që edhe shumë nga votuesit e majt janë të pakënaqur, dhe kur Rama thotë që kam 800.000 gënjen, sepse kishte 800, tani është më pranë 700-s, me siguri më vonë do shkoj diku te 600-ta. Unë e kuptoj që edhe votuesi i majt shpesh i kapur në klientelizëm është gjithnjë më i pakënaqur, sepse modeli zhvillimor që ka ndërtuar Rama po godet jo thjesht shtresat e varfra. Shtresat e varfra kanë marrë arratim prej kohësh nga Shqipëria, nëpër Greqi, nëpër Itali, nëpër Angli, por po godet dhe shtresat e mesme dhe madje dhe shtresën e mesme dhe të lartë. Edhe ata që marrin rroga të mira në pushtetin socialist, pra edhe ata që hynë tek ato që janë në gjendje në thonjza, e kanë gjithnjë më të vështirë të jetojnë në Shqipërinë që po ndërton Edi Rama, në Tiranën që po ndërton Edi Rama, në Vlorën që po ndërton Edi Rama, në Durrësin që po ndërton Edi Rama, në modelin zhvillimor që po ndërton Edi Rama, që është një model për ata që kanë shumë para dhe përjashtues për pjesën tjetër. Zoti Kasiu, faleminderit shumë që më lap mundësinë që të flas me ju për këtë çështje. Faleminderit juve për ftesën.